Mirëmbrëma të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Tani dua pak të ndaloj të flasim për Selinën, Mirin dhe Rogertin. Ditëve të fundit kemi parë shumë momente duke biseduar Selina me Rogertin, duke ndarë kohën, duke folur për jetën, por njëkohësisht kemi parë këtu të përfshirë edhe Mirin, një akuzë që Rogerti e ka ngritur. Rogerti dyshon që Miri dhe Selin nuk grinden me njëri tjetrin, por ruajnë raportet për t'u takuar jashtë. Në fakt, kjo është një akuzë shumë e rëndë, duke e ditur që Selin tashmë ka një lidhje të hapur, duke e ditur që Selin tashmë ka realizuar pothuajse një martesë, po siç duket Rogerti akoma vazhdon të mos të beson brenda në këtë marrëdhënie. Unë mendoj që e gjitha loja e Rogertit është vetëm në aspektin e provokimit. Do të thënë Rogerti është duke provokuar Selinën, Rogerti është duke provokuar Mirin, sepse Rogerti dëshiron që ta godet Mirin që ta lartëson në lojë. Unë e shoh që Rogerti acarin e madh kundërdrejt Selinës e ka në kohën kur Selina nuk ja var. Unë mendoj, për mendimin tim, që Rogerti ka patur më shumë në interes të luaj lojën me Selin, se sa të luaj lojën me Rogertin, sepse loja me Selinën, me Mirin, sepse loja me Selinën, Rogertin do ta lartësonte më shumë në lojë. Por nga fakti që Selina qëndroi gjithmonë e ftohtë, qëndroi gjithmonë e egër me Rogertin dhe nuk ja vari, Rogerti doli në atë karakterin e tij që realisht është e patolerueshme ta dëgjosh. Por çuditërisht nga të gjitha akuzat kemi parë edhe momente që Rogerti dhe Selina kanë kaluar një kohë të gjatë së bashku duke folur për jetën, duke folur për pjesën e jashtme dhe duke krijuar Rogerti një konkluzion që po afrohet me Selinën. Unë mendoj që Selin, sido që të jetë raporti, përsëri e ka atë inatin edhe mlefin kundërdrejt Rogertit. Dhe jo më kot unë thoja që Big Brother i jashtë nuk duhet realizuar, do të thënë familjarët nuk duhet të bëjnë Big Brother jashtë, sepse banorët mund të rregullojnë raportet e tyre. Selina dhe Rogerti nuk rregulluan raporte, ato që në fillim që hyri Rogerti dhe Big Brotheri që po mbaron, do të thënë Selina është shumë e ftohtë në marrëdhënien me Rogertin, në debatet me Rogertin dhe në akuzat të cilat i adreson kundërdrejt Rogertit. Edhe mbrëm që unë e pash, do të thënë gjatë kohës kur ato të dy bisedonin, unë e pash Selinën përsëri të ftohtë në raport me Rogertin, do të thënë nuk është se kishte ndonjë lloj emocioni në bisedën e tyre, apo qoftë të krahasojmë me bisedën që bënte Shëndriti, do të thënë me Selinën. Kjo gjë në fakt po e bën edhe më interesante këtë Big Brother, që Rogerti mendon se jashtë shtëpisë së Big Brotherit mund të krijojë një shoqëri me Selinën, ndërsa unë jam shumë i bindur që Selin nuk do të ketë asnjë raport as me Mirin, por as me Rogertin pasi të del nga Big Brother, kur ta kuptojnë se në të vërtetë çfarë ka ndodhur.